Me 4 qershor, Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e radhës të Këshillit Drejtues, një mbledhje e qartë në orientim, e fuqishme në vendim dhe mbi të gjitha domethënëse për të ardhmen. Kam kënaqësinë që sot të ndaj një lajm të rëndësishëm me ju. Me 21 qershor, Partia Demokratike e Kosovës do të organizoj konventën e përgjithshme të 11 me radhë, e cila ka karakter zgjedhor. Një ngjarje që për ne nuk është vetëm statutare, por konfirmim i fuqisë sonë demokratike. Një moment i rëndësishëm për të konsoliduar vizionin e ri dhe për të nisur fazën tjetër të angazhimit ton për Kosovën. 4 vitet e fundit kanë qenë vite të punës, reformës dhe ringritjes për PDK-n. Nën udhëheqjen e kryetarit Memli Krasniqi, ndër të tjera, PDK ka shënuar një periudhë të re tejet pozitive. Në zgjedhjet lokale të vitit 2021, shënuam një fitore të rëndësishme që synojmë ta thellojmë me 12 tetor. Në zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit, e rritëm ndjeshëm mbështetjen qytetare. U antarësuam me të drejta të plota në familjen e partive liberale në Evropë e në botë. Forcuam dhe zgjodhëm strukturat e rinisë demokratike të Kosovës. Realizuam konventën 50-50 për fuqizimin e grave në vendimarrje. Mbi 50% e listës sonë të fundit përbëhej nga kandidat që garuan për herë të parë. Shumica prej tyre gra dhe të rinj. PDK ka rifituar rolin e saj si forca më stabile politike në vend. Një forcë që krijon kuadro, arrin rezultate dhe nuk fshihet nga përgjegjësia. Prandaj sot, me krenari e përgjithësi, ju njoftoj se i vetmi kandidat për kryetar të PDK-s në këtë konvent është kryetari ynë aktual, Memli Krasniqi. Kjo është një shenjë e qartë e unitetit tonë, e mbështetjes sonë, e besimit tonë në vizionin dhe udhëheqjen e tij. Partia Demokratike e Kosovës është parti me përvojë shtetformuese, me histori ndërtuese dhe me kapacitet për të udhëhequr Kosovën drejt kapitullit të ardhshëm të zhvillimit dhe integrimit euroatlantik. Kosova ka nevojë për vizion, për stabilitet, për profesionalizëm dhe për përfaqësim. Këtë vizion dhe këtë forcë e ka Partia Demokratike e Kosovës. Ndaj, me këtë konvent, ne nuk po zgjedhim vetëm drejtimin e partisë, por po përgatitemi për drejtimin e vendit. Ne jemi gati për përgjegjësi. Fitoria e radhës nis me 21 qershor dhe do të vazhdoj me 12 tetor. Ju falenderoj të gjithëve dhe uroj të shihemi në konvent. Jo vetëm në këto 4 vitet e fundit, por në vazhdimsi, natyra e raportit mes Kosovës dhe Washingtonit nuk është diktuar nga personi që ka qenë në shtëpi të bardhë, por nga personat që kanë udhëhequr me Kosovën. Fatkeqësisht, Zoti Kurti ka djegur çdo urë bashkëpunimi me Washingtonin zyrtar, jo vetëm me administratën Trump. Dua t'ju kujtoj që para presidentit Trump, ne kemi pas në shtëpi të bardhë një mik të madh të Kosovës, presidentin Biden. Fatkeqësisht, edhe atëherë, ky relacion nuk ka qenë në dritën e saj më të mirë. Kosova ka nevojë për një qeveri të përgjithshme, e cila ditë të krijojë miq, ditë të krijojë ura bashkëpunimi dhe një qeveri e cila në shtëpi të bardhë, në Bruksel dhe në qendra tjera të vendimarrjes imponohet dhe trajtohet jo si problem,
por si partner dhe si zgjidhje. Për të kaluar tek faza e ndërtimit të qeverisë, fillimisht duhet të konstituohet Parlamenti i Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht tash e sa muaj, institucionet e Republikës së Kosovës po mbahen peng nga kokëfortësia e lëvizjes vetëvendosje. Ju e dini që PDK ka qenë jashtëzakonisht konstruktive, ne kemi ofruar alternativë, kemi ofruar zgjidhje, mirëpo çfarë ka zgjedhur VV është diktati. Në demokraci diktati nuk funksionon. Në demokraci ka nevojë për marrëveshje, ka nevojë për kompromis. PDK është gati. Sigurisht që kjo bëhet fjalë vetëm për zgjedhjet lokale. Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë votuar me 9 shkurt dhe kërkesa e tyre ndaj nesh tani po besoj është që të ndërtohen institucionet sa më parë. Në ndërkohë që përcaktimi i kandidatit për kryeministër apo kandidatës listës zgjedhore nuk është temë diskutimi në këtë komitet.